Ulu. Qelim seancën gjyqësore për të shqyrtuar kërkesën penale me ankim të ankuesit Adriatik Kortha, me person të tretë Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me objekt kundërshtimin e vendimit të mos fillimit të procedimit penal numër 765 viti 2013 të Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Bëhet verifikimi i palëve në proces. Konstatohet se është paraqitur ankuesi Adriatik Kortha. Identiteti, ju lutem. Emri babait? Baxhur. Edhe një herë lutem? Baxhur Kortha. Baxhur. Emri nënës? Zenepa. Datëlindja juaj? 10 janari 1970. Ku keni lindur, ku banoni? Te Pelen. Në Dukaj dhe Pelen banoni. Fshat Dukaj. Keni lindur dhe banoni në Dukaj te Pelen? Po. Lindur dhe banues Dukaj te Pelen. Me komësi shtetësi? Shqiptare. Keni kartën e identitetit, ju lutem? Po. Ma jepni. Identifikuar me letër njoftimi numër 02 51 64 001, numër personal H 0011 01 45 T, datë lëshimi 30/4/2009. Urdhroni, merreni kartën tuaj. U thirru paraqit organi akuzës përfaqësuar nga prokurori Pali Deçolli. Pal Deçolli. Shpjegojnë të drejtat dhe detyrimet. Lidhur me çështjen e gjykim, palët kanë të drejtë të bëjnë përfaqësimin e tyre, mbrojtjen e tyre nga avokat, kanë të drejtë të paraqesin kërkesat që i legjitimon dhe i njeh ligji, të kërkojnë përjashtimin e trupit gjykues, të bëjnë deklarime ose të heshtin, të kërkojnë marrjen e provave, të drejtën e fjalës së fundit. Lidhur me përfaqësimin. Keni zgjedhur toni? Po, kërkoj të përfaqësohem me avokat. Kërkoni të përfaqësoheni nga avokat. E keni nuk jam i përgatitur juridikisht. Po, nuk ndihemi përgatitur juridikisht dhe kërkoj të përfaqësohem nga avokat. Kjo është kërkesa juaj. Po. Po, deri më sot nuk e keni zgjedhur avokatin tuaj. Avokatin e kam zgjedhur, po ai kishte një gjyq penal dhe kështu s'mund ta linte atë gjyq. Sepse datat dhe ora nuk ishte vendosur në marrëveshje me avokatin. Në rregull. Avokatin do ta njoftoni ju gjithsesi. Po, e marrëm për sigurt. Në rregull. Prokuror, lidhur me kërkesën që parashtroi ankuesi, Dakor, ti jepet mundësia e mbrojtjes me avokat, por do të thoya që nëse do të kishte mundësi një kopje të kërkesës paditësie edhe ne të njehim pasi. po, Faleminderit. patjetër. Pra dhe ju keni kërkesën për t'ju vënë në dispozicion një kopje të ankimit. Po. Po. Vendim. Gjykata pasi bëri verifikimin e palëve në proces, pasi dëgjoi kërkesën e ankuesit Adriatik Kortha, i cili kërkoi që në këtë gjykim të përfaqësohet dhe të mbrohet nga avokat, në bazë të nenit 48 kodit procedurës penale, çmon se kërkesa e ankuesit është një kërkesë e drejtë dhe ligjore. Mbrojtja me avokat është një nga të drejtat themelore të palëve në proces, prandaj gjykata, duke qenë se jemi dhe në seancë të parë gjyqësore, vendosi të pranoj kërkesën e ankuesit Adriatik Kortha për mbrojtjen e tij në këtë proces me avokat, duke i dhënë mundësinë
atij për të zgjedhur avokatin dhe për ta njoftuar atë për seancën e radhës. Konform neni 48 dhe 112, 342 të kodit procedurës penale, gjykata vendosi të shtyë seancën gjyqësore për në datën 24 ora 10. Më falë, se nuk jam me sistem audio në këto orë. Në këto orë nuk jam në sistem audio. Atëherë për në 22, më falë, 22 ora 11:30. Prokuror dakord, juve dakord me datën dhe orën? Ju lutem të merrni masa për datën 22, ora 11:30 të siguroni përfaqësuesen tuaj ligjore. Po. Konfirmoj data dhe ora 22, ora 11:30. Ankusi Adriatik Korda mori dieni, të cilit ju la për detyrë të njoftoj dhe përfaqësuesen ligjore të tij, po kështu prokurori mori dieni për datën dhe orën e gjykimit. Seanca mbyllet. Të gjyqësore për të shqyrtuar çështjen kërkesën penale me ankues Adriatik Korda kundër organit të akuzës, prokurorisë rrethit gjyqësor Gjirokastër me objekt dhe nga kundërshtimin e vendimit mos fillimit procedimit penal numër 765 të vitit 2013. Bëhet verifikimi i palëve në proces, konstatohet se është paraqitur ankusja Adriatik Korda. Ju lutem prezent duhet të flisni në... Si. Prezent. Udhëtiru paraqit organi i akuzës, përfaqësuar nga prokuror. Po, Pali Deçolli. Pali Deçolli, prezent. Seanca e kaluar është shtyrë për avokatën, pasi pala ankuse ka kërkuar të siguroj avokat, u paraqit avokatja Denisa Pashaj. Prezent. Legjitimohet avokatja Denisa Pashaj, doma avokatis Gjirokastër me numër licence numër NIPT, ju lutem. Numër licence 5534, NIPT L23 41 26 01 U. Po. Shpallet përbërja e trupit gjykus, kryesuese seancë Blerta Çebuku Marku, asistuar me sekretar Ervehet Osuni. Dakord me trupin gjykus? Dakord. Kërkesa paraprake, kërkesa tjera ka? Jo, si. Urdhro, si qëndron problemi nga ana juaj? Po, zonja kryetare, kërkuesja Adriatik Korda ka paraqitur një kazim penal pranë prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër, në lidhje me një pronë të cilën ai e ka marrë nga komuna Qendër me Qira, dhe është njoftuar nga komuna sepse kjo pronë i përket shtetasit Isuf Haxha. Në lidhje me këtë kallëzim ne jemi njoftuar në datën 13/06/2014, në lidhje me vendimin e mosfillimit jemi njoftuar në datën 13/06/2014. Brenda afatit kemi paraqitur një kërkesë për gjykat. Me se keni marrë njoftimin avokate? Dorazi e kemi marrë njoftimin nga. Po. Ku e keni bërë shënimin që keni marrë? Ku keni lënë gjurmë për datën e njoftimit të këtij vendimi? E kemi marrë pranë sekretarisë prokurorisë së rrethit. Po. Po ju paraqisim edhe faktet e mosfillimit të cilat na janë paraqitur në vendim. Kërkuesi Bardhyl Korda ka patur një parcel me qira në vendin që quhet Lulereve në komunën Dukaj Tepelen deri në vitin 2010. Më pas kjo parcel nuk është dhënë me qira, pasi është regjistruar në zyrën e regjistrimit të pasuritë të paluajtshme të Tepelen në emër të zotit Isuf Haxha. Kontrata e qiras me komunën Qendër Tepelen është lidhur në vitin 2000, që nga momenti i lidhjes së kontratës deri në vitin 2011, shtetasi Isuf Haxha nuk ka pasur asnjë pretendim dhe kërkuesi Bardhyl Korda ka shfrytëzuar këtë parcel me numër 7 në faksionim me sipërfaqe 8000 metra sipas objektit të kontratës. Në vitin 2011, shtetasi Isuf Haxha pretendon se për këtë sipërfaqe Lulereve disponon një certifikat pronësie.
Kjo certifikat është marrë në datën 01/03/2007, por në të cilën Bardul Korda ka qenë qytetarës i kësaj parcele pranë komunës Qendër Tepelen. Nga krahasimi i formularit 6 në aktin e marrjes së tokës në pronësi në emër të Yusuf Haxha nuk është shënuar parcela me emrin Lule Reve me fraksion 79 fraksion 1 me sipërfaqe 8000 m2 dhe shesh tjeri me numër parcele 523 me sipërfaqe 2000 m2. Bardul Korda pretendon se shtetasi Yusuf Haxha e ka përfituar parcelën Lule Reve në kundërshtim me ligjin duke falsifikuar të gjithë dokumentacionin për aktin e marrjes së në pronësi. Të gjitha këto pretendime i bashkangjisim edhe me provat të cilat ja kemi bashkangjitur arkimin. Kemi procedurbalin e veprës penale, shkresë procese PESOP, kemi akt të marrje të tokës në pronësi datës 28/04/1992, praktikën e zyrës vendore të zyrës së regjistrimit të pasurive të paloshme të Tepelen, Dita Bank, kontratë e Këshillit të Fshatit Dukaj dhe vendim për mos fillim në procedimin të kallëzimit penal numër 765 të vitit 2013. Në përfundim kërkojmë gjykatës dhe jemi të bindur që shtetasi Yusuf Haxha ka konsumuar elementet e veprës penale të parashikuar nga linja 186 fraksioni i Kodit Penal, që është ajo e falsifikimit të dokumentave. Avokate, të lutem, më saktësoni pse kundërshtoni vendimin e mosfillimit të organit të akuzës. Cilat janë arsyet? Kundërshtojmë vendimin e mosfillimit të organit të akuzës, pasi jemi të bindur se nga ana e organit të akuzës nuk është shtuar gjithë dokumentacioni përkatës që ne kemi paraqitur, arsyet që ne kemi paraqitur për aktin e marrjes së tokës së pronësi nga shtetasi Yusuf Haxha dhe jemi të bindur që ky shtetas e ka të falsifikuar këtë akt marrjes së tokës në pronësi. Çfarë veprime ka kryer prokurori pas kallëzimit tuaj? Veprimet që ka kryer prokurori është se ka thirrur shtetasin Yusuf Haxha, i ka kërkuar certifikatën e pronësisë, është paraqitur nga ajo, gjithashtu është marrë konfirmim edhe nga zyra e regjistrimit të pasurive të paloshme, dhe kjo certifikat është lëshuar nga kjo zyrë dhe këto janë të gjitha veprimet që janë kryer. Mirë, po ne nuk e kemi të qartë pjesën sepse kemi lidhur një kontratë që nga viti 2000 deri në vitin 2011 dhe ky shtetas nuk ka pasur asnjë pretendim në lidhje me këtë pronë. Ndërsa ngrihet në vitin 2011 dhe me pretendimin se ka një certifikat pronësie. Dosjen e prokurorisë e keni të administruar? Provat që kemi janë vetëm këto që kemi bashkangjitur në arkiv, nuk kemi prova të tjera. Dosjen e prokurorisë, a kundërshton një vendim të prokurorit? A ka kryer dy veprime ky prokuror? Ku i ka të pasqyruar ky prokuror? A e ke ti këtë material se përderisa kundërshton një vendim të prokurorit, do të thotë që do vish me provat që ti ke paraqitur në prokurori dhe çfarë veprimesh ka kryer prokurori? Kjo është objekti. Tani me veprimet e prokurorit jemi njohur vetëm me vendimin e mosfillimit dhe arsyet se prokuroria nuk ka vendosur mosfillimin e procedimit. Të ka penguar prokurorit që të njiheni me dosje? Nuk na ka penguar prokurori që të njihemi me dosje, jemi njohur me vendimin e mosfillimit. Pra kjo është arsyetuar edhe se nuk është vendosur mosfillimi i kësaj çështje. Këto prova që juve përmendët, a i keni të depozituar edhe në organin e akuzës? Po, i kemi të depozituar. Në momentin që kemi bërë kallëzim penal, kemi depozituar të gjitha provat. Po, prokuror. Po, nderuar, u njohëm me kërkesën e palës mbrojtëse. Është e vërtet që nga ana e shtetasit Adriatik Korda është bërë një kallëzim penal i cili është administruar pranë prokurorisë rrethit gjyqësor Gjirokastër. Mbi bazë të këtij kallëzimi janë kryer veprime edhimore. E në fund është marrë vendimi përkatës i cili kuptohet që është njoftuar si kallëzuesit ashtu dhe palës mbrojtëse. Për momentin objektivisht ne nuk e disponojmë, unë nuk e disponoj aktualisht fashikullin, i cili ka dhe veprimet edhimore përkatëse, si dhe vendimin e mosfillimit. Në një moment të dytë ne do të pya paraqesim të fashikull. E keni si kërkesën tuaj për ta paraqitur në gjykatë? Kjo është, konsiderohet si kërkesë. Po, lidhur me ecurinë e mëtejshëm të gjykimit? Jemi dakord me kërkesën e prokurorit. Vendin? Gjykata bazuar në nenin 356 të kodit procedurës penale, çmon të arsyeshme, që palët të paraqesin provat, që më pas gjykata të disponoj me marrjen e tyre. Konform nenit pra 356.3,
Gjykata çmon se lejohet marrja e provave që nuk janë kërkuar paraprakisht, pra sikurse dhe para kërkuese nuk e ka kërkuar një gjë të tillë, si dosjen fascikullin hetimor të organit të akuzës, por duke qenë se organi i akuzës parashtroi kërkesën para gjykatës se do ta administroj vetë ajo, si provë të saj, vendosi mbas neni 112, 342, 356 Kodi i procedurës penale t'i japi kohë organit të akuzës për të paraqitur me cilësinë e provës fascikullin hetimor mbi bazë të cilës është shprehur me vendimin e mosfillimit. Në këto kushte, seanca gjyqësore do të shtyhet për në datën 9 shtator, ora 10. Ankuesi Adriatik Korda mori dieni, avokatja Denisa Pashaj mori dieni, prokurori i çështjes mori dieni për datën dhe orën e gjykimit. Seanca mbyllet. Selim seancën gjyqësore për të shqyrtuar ankimin e ankuesit Adriatik Korda për kundërshtimin e vendimit të mosfillimit të procedimit penal numër 765 viti 2013 prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Vetë verifikimi i palëve në proces konstatoi se është paraqitur ankuesi Adriatik Korda. Prezent. Është paraqitur organi i akuzës përfaqësuar nga prokuror. Po, Pali Dëçolli, prezent. Prezent. Ndonjë kërkesë palët kanë? Jo. Nuk ka. Atëherë gjykata relaton seanca e kaluar është hyrë për t'i dhënë kohë prokurorit për të paraqitur kopjet e dosjes hetimore në bazë të cilës është proceduar dhe është vendosur vendimi i mosfillimit. Prokuror. Po, ndërruar, ju paraqesim dosjen përse i përket kallëzimit të shtetasit Adriatik Korda. Këto janë të gjithë materialet si dhe veprimet hetimore të kryera nga ana jonë lidhe me këtë kallëzim penal. Po. Rezulton se nga organi i akuzës është depozituar në gjykat dosja me kallëzimin numër 765 protokolli datë 17/10/2013 me datë vendimit mosfillimit 31/3/2014, brenda së cilës është dosja rezulton të jetë e qepur dhe brenda të cilës ndodhen materialet përkatëse. Dhe konkretisht, vendim për mosfillimin e procedimit penal për kallëzimin numër 765 të vitit 2013. Relacion për mënyrën e përfundimit të verifikimeve të kallëzimit penal numër 765/2013. Shkresa me numër 36 fraksion 1 protokollit datë 21/3/2014 Komuna Qendër Tepelen. Proces verbal për marrjen e të dhënave nga personi që ka dieni për veprën penale 30/1/2014. Proces verbal për marrjen e të dhënave nga personi që ka dieni për veprën penale datë 2/12/2013. Shkres me numër 1265 protokolli datë 11/12/2013. Kërkohen informacion nga prefektura e qarkut Gjirokastër. Shkres me numër 1268 protokolli datë 12/12/2013 kërkohen informacion komunës Qendër Tepelen. Autorizim e datës 11/12/2013. Proces verbal për kthyrjen dhe marrjen e dokumentave Tepelen datë 11/12/2013. Fletë e librit të ngastrave në zona kadastrale 1565 fshati Dukaj. Akti marrjes tokës në pronësi me numër 31/86 datë 20/11/1992 në emër të familjes Sulo Dulomati. Bashkangjitur me formularin
A6, kartele pasurisë së paluajtshme, zona kadastrale 1565, numri pasurisë 79 fraksion 1, figuron e regjistruar në shtet. Shkresa me numër 291, protokolli datë 4/12/2013, zyra vendore e regjistrimi pasurive të paluajtshme drejtuar prokurorisë. Kërkesë për regjistrimin dhe lëshim certifikate kopje, datë 7/9/2006. Plan rilevimi të pasurisë me pronar Yusuf Haxha. Aplikim kërkesë për regjistrimin dhe lëshimin e certifikatës, datë 7/5/2006. 7/9, më falni, se nga që është me shkrimdore nuk e... Akti marrje stokës në pronësi me numër 31/16, datë 28/11/1992, kartele pasurisë së paluajtshme për pasuri numër 79/24, në emër të Yusuf Haxhës. Shkresa me numër 1936, protokolli datë 19/12/2013 e Komision Vendor Vlerësimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, kthim përgjigje prokurorisë. Vendimi me numër 78 datë 18/6/2010, Komisioni Vendor i Vlerësimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore. Vendimi gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër me numër 1422 datë 4/11/2010. Deklarat për tokën bujqësore, lëshuar nga prefekti i qarkut Gjirokastër. Deklarat e Yusuf Haxhës. Akti marrjes tokës në pronësi në emër të Yusuf Haxhaj, të cilën ne e përmendëm dhe pak më lart. Urdhër ekzekutimi. Vendim gjykate me numër 755, vendimi datë 1/11/2012. Vendimi gjykatës së rrethit gjyqësor Gjirokastër, të cilën e përmendëm, me numër 1422 datë 4/11/2010. Konkluzione përfundimtare Avokatura e Shtetit datë 4/11/2010. Shkresa me numër 65, protokolli datë 28/4/2010, Komuna Qendër Tepelen. Autorizim me numër ekstra, protokolli datë 9/1/2012, ju lutem ato telefonat fikur fare. Proces verbal i veprimeve përmbarimore gjatë ekzekutimit, datë 15/2/2013. Plan rilevimi për regjistrimin fillestar të pronës së pronarit Yusuf Haxhaj. Plan rilevimi për regjistrim fillestar. Është 2 herë i njëjti plan. Plan rilevimi i regjistrimit fillestar. Urdhër regjistrimi. Zyra përmbarimore Gjirokastër. Datë 13/2/2013 me numër 391. Është 2 herë e njëjta shkresë. Lajmërim për ekzekutim vullnetar me numër 391 datë 13/2/2013. Vendimi me numër 255 datë 2/8/1991. Kriteret e ndarjes së tokës bujqësore, kjo nuk ka lidhje me prokuror për të qenë prof. Jo. Po kështu dhe ky udhëzimi që keni bashkangjitur? Jo, ai ka qenë më tepër për sa i përket. Është referues. Është për referim. Janë vendime dhe udhëzime referuese
Po pra, nuk janë Jo, prova. nuk janë prova në time frut. Po, edhe ky udhëzimi tjetër. Pra janë disa udhëzime dhe një vendim i Këshillit të Ministrave, të cilat nuk janë prova. Dhe këto nuk do të përmenden si pjesë të fashikullit, pavarësisht se prokurori ka bashkangjitur, apo jo prokuror? Po. Atëherë, kemi kthim përgjigje nga prefekti i Qarkut Gjirokastër, numër 184 protokolli datë 27/5/2014 dhe zyrës vendore të regjistrimit pasurisë së paluajtshme, akti marrjes tokës në pronësi numër 31/16 datë 28/11/1992 në emër të familjes Isuf Haxhaj, të cilën e përmendëm. Lista e marrjes së tokës sipas pronarëve të fshatit Dukaj, është ai formulari A6. Shkresa me numër 2621 protokolli datë 14/10/2013 Drejtoria e Policisë Qarkut Gjirokastër. Informacion për referimin e veprës penale të prokurorit datë 14/10/2013. Proces verbal për kallëzimin e veprës penale datë 14/10/2013 me kallëzues Adriati Korda. Kthim përgjigje konfirmimi me numër 2/10 protokolli datë 2/10/2011, duke qenë se janë me shkrim dore dhe gjykata nuk e deshifron shumë shkrimin e dorës, për këtë ju kërkojmë ndjes. Një skicë lëshuar nga përgjegjësi Amët Tepelen, kontratë për tokë bujqësore për periudhën 15/3/2002 deri në 15/3/2003, lidhur më datë 5/3/2002, proces verbal për sekuestrimin e sendeve datë 14/10/2013, certifikat vërtetim pronësie në emrin e pronarit Isuf Haxha, e shoqëruar me hartën treguese të regjistrimit. Kjo është shkresa përsëri që ne kthim përgjigje e përmendëm. Edhe skica e lëshuar nga përgjegjësi AMT Tepelen e përmendëm. Shkresa me numër 33 protokolli datë 16/4/2003 kthim përgjigje zyra e regjistrimit pasurive të paluajtshme drejtuar Komuna Qendër Tepelen. E shoqëruar kjo me listën e printimit të regjistrimit të pasurisë. Kontratë e Këshillit të Fshatit Dukaj, datë 14/1/2009, kontraktohet këto. Shkresa me numër 1500 protokolli datë 21/11/2011 Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë mbi tokën bujqësore. Kontratë numër 5 datë 28/3/2007 për periudhën 1/1/2007 deri në 1/1/2008. Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë kthim përgjigje. Shkresa që ne sapo lexuam me numër 1500 protokolli datë 21/11/2011. Shkresa me numër 288 protokolli datë 25/11/2013 zyra vendore e regjistrimit pasurive të paluajtshme Tepelen drejtuar kthim përgjigje Adriati Korda. Bashkangjitur kjo me listën e printimit, certifikatën e pronësisë në emër të Isuf Haxha, të cilën e përmendëm, harta treguese e regjistrimit e përmendëm. Raporti i ngjarjes së policisë së shtetit datë 14/10/2013. Vendimi i gjykatës numër 1422 datë 4/11/2010, të cilën e përmendëm 2 herë. Këto janë provat dhe dokumentat që janë bashkangjitur dosjes së ardhur nga organi prokurorisë. Lidhur me këto
dokumenta, keni ndonjë kundërshtim pala kërkuese, ankuse? Jo kërkoj që të më vinë në dispozicion, jo kërkoj kohë që të merrem me to, se unë s'mund t'i... Nga kush i kërkoni të vjen në dispozicion? Prokuroria s'mi ka vënë në dispozicion. Keni bërë kërkesën ju në prokurori, kërkesën me shkrim? Kam vajtur 3 herë. Kërkesën me shkrim, e ke të depozituar të protokolluar? Bëhet kërkesa me shkrim, ku në çdo institucion që ju do shkoni për të kërkuar dokumenta, bëhet një kërkesë me shkrim që e dokumenton që e ke bërë. Protokollohet kjo kërkesa dhe pritet një përgjigje. Ju e keni bërë këtë Jo, procedurë? nuk e kam bërë me shkrim, po kam vajtur 3 herë dhe po më ka tani thënë do një ta qytet, sjell për të njëjtën gjë? prokurori në gjyq. Po ja e solli. Dhe thash se do më vijë në dispozicion. Si do të Se unë tani nuk mund kush që do di. ta vënë, kush do ta vendosë në dispozicion? Nuk e di. Të nuk e di se kush. Më thanë që do t'i sjell prokurori në gjyq dhe atje mund t'i marrësh. Zotri, ka Në një ligj sekretari. mbi informimin Po? që do të thotë që ta hapni atë ligjin dhe ta lexoni, sepse jeni shtetas shqiptar dhe presupozoj që i dini ligjet e Shqipërisë. Po. Dakor? Dhe nëse ju thoni nuk e dini, nuk ma përgjegjësia e gjykata se di apo s'di ti ligjin. Nuk mund të them dot gjë për këtë. Gjë që di. A kërkove dosjen, dosja erdhi. Çfarë kërkesa keni? Tani unë nuk jam i njohur me atë dosje, kërkoj kohë, do shkoj ta marr, nuk e dija për këtë, sepse ata më thanë që mund ta marrësh kur ta bie prokurori. Gjykata ua ka bërë me dije që në seancat e mëparshme që se si duhet të bëheni. Do shkoj që ti marr në prokurori, se unë s'mund të flas pa e ditur. Ti i lexove shumë mirë, po se çfarë është shkruar në to brenda unë nuk e di. Prokuror, lidhur me kërkesën për të njohur aktet tuaja? Atëherë, pranë prokurorisë nuk është depozituar kërkesë për njohjen me materialet, por njëkohësisht edhe nuk mundet që organi i prokurorisë t'i dërgojë të njohur me materialet pa kërkesë, pra me iniciativë. Ato dokumenta janë disa prej tyre i ka paraqitur vetë kallëzuesi, janë dokumenta të cilat vetë kallëzuesi është i njohur me to, pasi ka pasur një sag të vazhdueshme gjyqjesh dhe kërkesash administrative pranë prefekturës e tjerë, dhe janë po ato dokumenta të cilat jam i bindur që kallëzuesi i njeh shumë mirë se ç'janë. Në këto kushte mendoj që është e pa bazë kërkesa e paditësit për të njohur me akte, sepse si që relatova janë akte të cilat ai është njohur me to gjatë hetimit të çështjes, ashtu dhe gjatë ndjekjes administrative që i ka kushtuar këtij problemi. Vendim, gjykata pasi dëgjoi kërkesën e ankuesit për të njohur me aktet e fashikullit hetimor të organit të prokurorisë, mbi kallëzimin e bërë nga vetë ankuesi, çmon se në momentin që ankuesi është drejtuar gjykatës me kërkesën për kundërshtimin e vendimit të mosfillimit, presupozohet se ankuesi ka marrë dieni me aktet e fashikullit hetimor dhe me kërkesën që i ka bërë gjykatës, ai mendohet se është njohur me ato akte bashkë dhe me vendimin dhe duke qenë se janë akte të paraqitura nga vetë ai, pala ankuese ka dieni për aktet e depozituara nga organi akusës në gjykatë. Megjithatë, gjykata për të patur një proces gjykimi sa më të drejtë dhe për të dhënë mundësi palëve për të njohur me aktet që ai pretendon që nuk është njohur gjatë hetimit paraprak të organit të prokurorisë, në bazën e 342, 112 Kodi Procedurës Penale vendosi t'i japi kohë palës ankuese për të njohur me aktet sipas ligjit, duke shtyrë seancën gjyqësore për në datën
13 ora 8:30. Ju vet prokuror? Jo, sepse jemi në një gjyq tjetër. 15 ora 9:30. Dakor. 15 ora 9:30. 15 tetor, ora 9:30, ditë e mërkurë. Ankuesi mori dieni për datën dhe orën e gjykimit, prokuroria mori dieni për datën dhe orën e gjykimit, seanca mbyllet. Në shqyrtim ankimin e ankuesit Adriatik Kordak me kundërshtim për kundërshtimin e vendimit të mosfillimit të procedimit penal numër 765 vitit 2013, prokurori Sëreti Gjyqësor Gjirokastër. Vetë verifikimi i palëve në proces, konstatohet se është paraqitur ankuesi Adriatik Korda. Paraqit organi prokurorisë, përfaqësuar nga prokuror Palë Çolli. Prezent. Seanca e kaluar është të shtyrë për mos paraqitjen e prokurorit. Në seancën gjyqësore datës 14/7/2014, ankuesi ka bërë kërkesë për të bërë përfaqësimin e tij me mbrojtës. E keni siguruar apo nuk vazhdoni të keni këtë kërkesë? Jo, do vazhdoj. Do vazhdoni vetë. Në seanca gjyqësore e datës 22/7 është shtyrë sepse organi akuzë do të paraqiste dosjen para gjykatës. Po, ndërruara, kryetare, është e vërtetë që ne kemi marrë vetë për sigur për ta sjellë dosjen para gjykatës, po për shkak të një riorganizimi të arshivës son e kemi të pamundur objektivisht deri sot për ta sjellë. Ju garantojmë që seancën tjetër do t'ju paraqesim të seancë, kuptohet duke ju kërkuar falje për këtë mungesë. Kjo është një kërkesa juaj për shtyrie të Po, për seancës. shtyrjen e seancës për të paraqitur dosjen e cila në fakt duhet të jetë objekti i shërtimit. Lidhur me kërkesën që parashtroi prokurori, apo keni ju e keni tërhequr dosjen? Jo, nuk kam një dosjen do. Po e ke kërkuar dhe s'ta kanë dhënë? Po, kam vajtur dhe më thënë që do vë në seancë. Po. Tani kisha diçka. Po, përpara se të marrë vendimin gjykata urdhëro, çfarë kishit? Lidhur me problemin, shtetasi Yusuf Haxha ka qenë kryetari i komisionit për ndarjen e tokës në fshatin Dukaj. Ka hartuar me kaligrafinë e tij të gjitha AMDP-t e fshatit Dukaj. Po kështu zoti Yusuf Haxha ka hartuar dhe formularin numër 6 të ndarjes së tokës, i cili më pas u dorëzua në kadastrin e rrethit të Velen. Formulari numër 6 është një përmbledhje e hartuar sipas ligjit 7051 dhe ligjit për zyrën kadastrale. Komisionet e ndarjes së tokës në fshatra plotësuan gjithë dokumentacionin e formularit 6 dhe e dorëzonin në kadastrin e rrethit të katës. Pra e ka plotësuar vetë këtë formular me dorën e tij sepse kishte detyrën të tillë dhe kjo parcelë mungonte sepse figuronte shtet. Dhe nuk e kishte këtë parcelë në atë periudhë. Në këto dokumentacione të zotit Yusuf Haxha ka dorëzuar 18 yrim tokë që i takon sipas ligjit, të cilat i ka plotësuar me dorën e tij si kryetar komisioni dhe parcela 79 ka qenë tokë shtetërore. Në vitin 1994 deri në vitin 2006 me vendim të Këshillit të Ministrave është kryer regjistrimi i pronave në sistemin SRPP Striço nga grupet e regjistrimit në terren. Dhe përsëri parcela 79 del tokë shtetërore. Në datë 7/9/2006 janë kryer 2 ndarje pasurish të paluajtshme në kartelat e zyrës regjistrimit të pasurive të paluajtshme të Velen. Në sistemin SRPP Striço është një sistem që u ngrit për të kompjuterizuar të dhënat kadastrale me specifik të veçantë, duke bërë verifikimet në vend. Pra, komisioni ka shkuar në vend dhe personi nëse do ta kishte këtë pasuri, duhet ta mirte në moment, pa gjyqe, pa gjë, e mirte direkt në ata komisione. Domethënë anëtarët e komisionit të regjistrimit shkonin në çdo parcelë. Dhe kishin të drejtë të konsultoheshin me dokumentacionin ligjor të pronarëve apo dhe të zyrave të shtetit, që mund të
dispononin pasuri. Nuk ekziston firme të titullarit të zyrës regjistrimit të pasurive të palueshme të Belen në veprimet e ndarjes pasurisë 79.1 nga 79.1 në 79.24. Nuk dihet kush i ka bërë pjesëtimin dhe ndarjen e pasurisë, qoftë edhe shtetërore, sepse bëhet me akt notarial ose me vendim gjykate të formës shpreh. Në lidhje me këto kartela pasurive, pyet me dije se nuk i referohet asnjë akt notarial apo vendimi gjykate. Veprimet e kryera në kartelat e zyrës regjistrimit të pasurive palueshme të Belen në lidhje me certifikatën e pronësisë të zotit Yusuf Haxha duhet të ishin bërë pas disa verifikimeve. Topografia e paraqitur në zyrën e regjistrimit të Belen nuk është firmosur nga kryetari i komunës. Asnjë kryetar komune nuk mund të firmos topografinë pasi të gjithë kryetarët e dinë që ajo parcelë është pronë shtetërore. Komuna Qendër të Belen është pronari i vërtetë i parcelës objekt konflikti. Çdo kryetar komune ka hartuar dhe zbatuar kontrata qiraje me mua si pronë shtetërore. Të dy palët, komuna dhe unë, kemi respektuar sipas ligjit këto kontrata qiraje. Vendimi gjyqësor gjirokastër i gjyqtaret Marcela Pepi nuk ka përcaktuar se cilat janë koordinatat dhe kufizimet e parcelave që do të zbriten Yusuf Haxhës. Veprimet juridike me pronat e palueshme kryhen vetëm me akt notarial ose me vendime gjykate. Koordinatat e kufizimet e 10 metrave katror duhet i ishin përcaktuar dhe përcaktuar gjatë procesit gjyqësor të drejtuar nga gjyqtarja Marcela Pepi. Por vendim të gjykatës për këtë çështje është i mangët dhe nuk mund të zbatohet në praktikë. Nuk ka asnjë vendim gjykate dhe asnjë akt notarial që të vendosë dhe përcaktoj koordinatat e kufijtë e 10.000 metrave katror që i hiqen Yusuf Haxhës. Në aktet e hartuara nga përparuesi nuk figuron as firma e një përfaqësuesit të komunës, që do të thotë se komuna i ka marrë në dorëzim dhe nuk i ka inventarizuar 10.000 metra. Udhëzimi numër 2 i datës 13/6/2013 për mënyrën e procedimit të organeve të administratës publike për pasuritë e palueshme të fituara me AMTP nuk është zbatuar. Shkresa numër 761, fraksion 4, protokoll i datës 23/4/2013 të zyrës qendrore të regjistrimit të pasurive të palueshme cikson informacionin e zyrës të regjistrimit të Belen të mangët dhe të pasakt. Këto pasaktësi dhe mangësi bëhen me qëllim dhe janë shenja e parë e falsifikimit dhe korrupsionit të zyrës regjistrimit të pasurive të palueshme të Belen. Procedurali i datës 16/6/2010 i prefekturës është i tatuar mangët dhe i pasakt, sepse nuk ka caktuar qoftë edhe pjesërisht koordinatat dhe kufizimit e 10.000 metrave katror që i hiqen Yusuf Haxhës. Ky procedurali nuk përcakton mënyrën e mëvonshme të veprimit me 10.000 metra katror. Çfarë mënyre do të hiqen dhe kush do t'i marrë në dorëzim? Kopja e kartelës pasurisë firmosur nga regjistruesi Maro Sadiku në datë 7/1/2014 është e pasakt. Në fillim të faqes thuhet vijon nga volumi 6, faqe 94, dhe më vonë vijon nga volumi 1, faqe 94. Prokuroria nuk ka hartuar se si është bërë kalimi nga volumi 6/94 te volumi 1, faqe 94. Me çfarë shkresë është bërë ky kalim? Nuk ka asnjë akt notarial dhe asnjë vendim gjykate të formës së prerë të caktoj koordinatat e kufizimet. Ministria e Bujqësisë me anë të shkresës numër 385, datë 27/1/2014 shpreh: zbatoni përcaktimet e pikës 4 shkronja B paragrafi 8 të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 1269, datë 17/9/2008 për përbërjen natyrën e funksionimit të detyrat e përgjegjësisë. Nuk është zbatuar fare vendimi i Këshillit të Ministrave numër 1261, datë 17/9/2008. Po persona të ndryshëm kanë kryer çdo gjë sipas kokës së vet në kundërshtim me këtë vendim. Procedurali i veprimeve përmbarimore i datës 15/2/2013 është në kundërshtim me këtë vendim të Këshillit të Ministrave dhe me ligjin numër 9948, datë 7/7/2008 dhe vendimi i Këshillit të Ministrave numër 1269, datë 17/9/2008. Nuk përmend veprime përmbarimore dhe nuk jep këtë rrugëzgjidhje për procedurat që duhen ndjekur. Udhëzimi jep si rrugëzgjidhje nxjerrjen e një AMTP-je të re, formulari me ngjyrë të verdhë.
Udhëzim numër 1, datë 31 pari 2007 për procedurat e regjistrimit në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. 5 kërkesat për regjistrim të pasurive. Kur të dhënat e pasurisë nuk janë të plota, nuk kanë të përcaktuara minimalisht kufi dhe pozicionin gjeografik të pasurive të paluajtshme, vendodhjen e pronës, numrin e regjistrimit në regjistrat hipotekor ose kadastral të pasurisë. Kufitarët e pronës ose sipërfaqet sipas pikave 2 shkronja D, pika 3 shkronja C dhe 4 shkronja C të këtij udhëzimi. Kur në aktet administrative I ekzistojnë regjistrime të pronësisë për pasurinë e paluajtshme në favor të personave të tjerë fizik ose juridik, sipas shkronjës B të pikës 4 të këtij udhëzimi. Kur në bazë të nënit të ligjit 7843 datë 13/7/94 për regjistrimin e pasurive të paluajtshme të ndryshuar, dokumentet e paraqitura për regjistrimin e gjithë të vlefshme krijojnë mbivendosje me një pasuri të regjistruar më parë, nuk mund të merren për regjistrim. Për verifikimin e elementeve të formës dhe përmbajtjes së vendimeve gjyqësore, akteve notariale ose akteve administrative, punonësit e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme që përpunojnë kërkesat individuale për regjistrim plotësojnë formularin e verifikimit sipas modelit të dhënë në shtojcat 1, 2 ose 3 që I bashkëlidhen këtij udhëzimi për çdo kërkesë për regjistrim. Në formularin e verifikimit pasqyrohet në çdo rast përfundimet e punonësit të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Për secilin nga rastet e verifikimit që përcaktohen në pikat 2, 3 dhe 4 të këtij udhëzimi. Në fund të formularit, punonësi I zyrës së regjistrimit plotëson me shkrim të lexueshëm dhe qartë dhe pa korrigjime propozime për pranim ose jo të kërkesës nënshkruar nga titullari. Në vendimin e gjykatës rreth Gjirokaste për vlerëshmërinë e AMTP-s nuk janë caktuar kufit, koordinatat, pozicioni gjeografik dhe nuk është janë pasqyruar pjesët takuese respektive. Nuk është bërë asnjë verifikim në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme të Belen. Pasuria e regjistruar në emër të sufazhës krijon mbivendosje me pasurinë pronë shtetërore të regjistruar si pronë shtetërore në formularin numër 6 dhe në sistemin SRPP, Striço dhe në komunë. AMTP e sufazhës është në kundërshtim me planin e rilevimit të paraqitur dhe të pasqyruar më vonë në certifikatën e pronësisë. Certifikata e pronësisë në pjesën e planvendosjes së saj nuk ka vulën e komunës qendër të Belen. Në vend të vulës komunës është vendosur vula e kryeplakut të fshatit. Kryeplaku I fshatit nuk mund të ndaj tokë se ka të tjera. Më falë se po I përsërisni gjërat 2 herë. Unë po ju dëgjoj me vëmendje dhe sa kanë lidhje. Jo, po I përsërisni 2 herë pra pretendimet. Duhet jemi një çik më të përmbledhur sepse te kohën e kemi pak të kufizuar. Vendimi numër 1269 datë 17/9/2008 për përbërjen dhe mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësisë të strukturave shtetërore të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë. KV evidenton madhësinë dhe vendodjen e sipërfaqeve tokës bujqësore të krijuara nga mbajtja dhe përdorimi I paligjshëm I tyre nga persona fizik ose juridik pas procedurave të realizuara sipas përcaktimeve në 9 të ligjit 9948 7/7/2008 për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë në tokën bujqësore. Celularët nuk duhet më rinë hapur në gjykat. Vazhdoni. Për tokat e liruara, KV-ja harton procedurvalin për katës në përmbajtje të cilit pasqyrohet vendodhja, fshati dhe komuna ose bashkia, numri kadastral I ngastrës sipas regjistrit të SAMT-s. Dhe sipërfaqja në metër katror e shoqëruar me një planimetri manuale. Ky procedurval I dorëzohet përgjegjësit të SAMT-s të qartë për katës. Përgjegjësit SAMT-s pas marrjes së kopjes së procedurvalit në mbështetje të tij kryen veprimet e dorëzimit të saj sipërfaqe, komunës ose bashkisë në jurisdiksionin në cilën ndodhet. Toka për të administruar sipas dispozitave të ligjit numër 83/12, datë 26/3/98 për tokat bujqësore të pandara, të ndryshuar dhe akte në ligjore të zbatimit të tij. Ligji numër 9948, datë 7/7/2008 dhe vendimi I Këshillit të Ministrave numër 1269, datë 17/9/2008 nuk përmend veprime përmbarimore.
dhe nuk jep të rrugëzidhje në procedurat që duhen ndjekur. Udhëzimi jep si rrugëzidhje nxjerrjen e AMTP-s formularit në gjyqëzor. Duke parë që gjitha këto shkelje ligjesh në datë 14/10/2013 kanë bërë kallëzim pranë drejtorisë policisë gjyqësore, policisë gjirokastre të sektori krimit ekonomik, pasi më bën të ditur në 305 për kallëzim të rrem më pranuan denoncimin dhe pas disa ditësh më morën në telefon dhe shkova përsëri te punonësit të krimit ekonomik, ku më bëhet ditur se denoncimi ishte i rregullt dhe se çështjen e kishin çuar për ndekje penale në prokurorinë e rrethit Gjirokastrit. Ndaj kërkoj nga ju të sjell prokuroria këtë denoncim, të sjell dokumentat që krimi ekonomik i ka çuar pranë prokurorisë. Atëherë kërkesa juaj është që të tërhiqet dosja nga organi i prokurorisë. Po, të tërhiqet dosja dhe të polici gjyqësor që ka hetuar çështjen ta hetojë në rrënja, në zyre e regjistrimit të Belen. Në vitin 2007 s'mund të regjistronte. Zyra e regjistrimit. Ju lutem, kërkesa kush është? Kërkesa juaj për ecurinë e mëtejshme në gjykim. Po, të vijë gjithë dokumentacioni. Dhe kryesisht dokumentacioni që ka dërguar krimi ekonomik pranë prokurorisë. Prokuror, kërkesa juaj? Jo, do të dorëzojmë të gjithë materialin që ne kemi lidhur me këtë kallëzim. Atëherë, duke qenë se është një kërkesë e përsëritur nga ana juaj, po gjykata ju të rreq vëmendjen që të jeni më të kujdesshëm dhe më korrekt përpara gjykatës për sjelljen e dokumentacionit para saj. Po. Është hera e fundit me paralajmërim, është hera e fundit që unë jap një mundësi për akte. Në rast të kundërt do më detyroni që të ndjek rrugën administrative. Atëherë vendim. Gjykata bazuar në nenin 342 të kodit procedurës penale dhe 357 vendosi të kalojë në marrjen e provave, por duke qenë se organi i akuzës në pamundësi për të paraqitur dosjen objekt gjykimi para gjykatës, i jep edhe një herë mundësinë me drejtën e paralajmërimit dhe të marrjes masave administrative nga ana e gjykatës në rast të përsëritjes së shkeljes së këtij urdhri dhe vendimit të gjykatës. Për sa më sipër, seanca gjyqësore shtyhet në datën 1 tetor, ora 12:30. Prokurori mori dieni ankuesi mori dieni. Seanca mbyllet. Oloni. Për shkak të zgjatjes së seancës gjyqësore të orës 9:30, teja fatit të parashikuar nga gjykata, kjo seancë gjyqësore po fillon me 12 minuta vonesë. Atëherë, vazhdojmë. Çelim seancën gjyqësore për të shqyrtuar kërkesën penale ankimin me ankues Adriatik Korda kundër vendimit të mosfillimit të procedimit penal të prokurorisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër, numër 765 të vitit 2013. Bëhet verifikimi i palëve, u paraqit ankuesi Adriatik Korda. U thirr nuk u paraqit organi i akuzës, i cili përfaqësohet nga prokuror Pali Deçolli. Ndodhur në këto kushte, vendim, gjykata bazuar në nenin 128 bot kodit procedurës penale, çmon se kjo çështje nuk mund të vazhdojë pa prezencën e prokurorit, pasi çdo veprim që do të kryet pa pranin e tij bëhet shkak për pavlefshmëri. Dhe çështja në gjykim parashikon domosdoshmëri pjesëmarrjen e prokurorisë. Për sa më sipër vendosi të shtyjë seancën gjyqësore për në datën 18 ora 10, duke marrë këto masa. Të njoftohet me shkresë zyrtare drejtuesi i prokurorisë për mos paraqitjen e prokurorit Pali Deçolli. Duke ju bërë me dije data dhe ora e gjykimit, sikurse u përcaktua data 18 ora 10. Ankuesi Adriatik Korda mori dieni për datën dhe orën e gjykimit. Seanca mbyllet.
Atëherë vazhdojmë qëllim seancën gjyqësore për të marrë shërbim ankimin në ankues Adriatik Korda kundër vendimit mos fillimit procedimit penal numër 765 të vitit 2013 prokurorisë së rrethet gjyqësor Gjirokastër, vetë verifikimi i palëve në proces, konstatohet se është paraqitur ankuesi Adriatik Korda. Prezent. Është paraqitur organi i akuzës, përfaqësuar nga prokuror Pali Dëgjoni, prezent. Po. Ndonjë kërkesë palët kanë? Jo, s'kem. Jo. Atëherë gjykata relaton se seanca e kaluar është hyrë me kërkesën e palës ankuese, i cili ka kërkuar të vjen dispozicion aktet me vendim të ndërmjetën gjykata ka lejuar sekretarin të bëjë fotokopje të akteve të prokurorisë, të cilat janë dorëzuar ankuesit lidhur me curinë e gjykimit pa ankuesi. Po i mora dokumentat dhe kam përgatitur diçka në lidhje me ato që unë nuk njeh parë. Po, urdhra. Zënë gjyqtare, pasi e lexova vendimin e mosfillimit, konstatova se prokuroria ka bërë hetim dhe i ka shprehur në vendimin e mosfillimit disa shkelje, si për kufijt që nuk korrespondojnë, formularin 6 që nuk e ka të regjistruar në këtë parcel, si dhe përgjigjen e prefekturës. Prefektura nga ana e saj ka bërë disa veprime që janë të kundraligjshme. Nuk parashikohen në ligjin 9948 miratuar nga qeveria për mënyrën e funksionimit të KV-ve pranë prefekturave. Prefektura këto veprime që ka bërë prefektura janë shpërdorim detyre për ata që i kanë kryer, por hetimet e prokurorisë nuk duhet të ishin ndalur këtu sepse janë shumë të mangëta. Përse prokuroria nuk ka hetuar mënyrën si u regjistrua kjo parcel në dosjen e mosfillimit, ndodhet një plan rilevimi që nuk është pasqyruar fare në vendimin e mosfillimit. Ai dokument vërteton falsifikimin e denoncuar. Zoti Yusuf Haxha në datën 7/9/2006 ka aplikuar për certifikat pronësie. Në këtë vit zoti Yusuf kishte të regjistruar 22 lym tokë. Dhe me vetdije të plot aplikon dhe për 8 lym të tjera. Mënyra e regjistrimit merr një topograf privat dhe harton një plan rilevimi sipas dëshirës së tij. Parcela 79 e ndan në 2 pasuri. Mori 8 lym për vete dhe i vuri numrin kadastral 7924 dhe pjesës tjetër 7925. Deri tani këto veprime janë direkt të zotit Yusuf, sepse e vërteton këtë me firmën e tij që ka hedhur te ky plan rilevimi. Pasi mbaroi me veprimet, nuk mundi t'i zyrtarizojnë në komunë për arsye sepse kjo parcel ishte pronë e komunës. Dhe në këtë kohë që ky po bënte veprime, unë isha pronari i asaj parcele nëpërmjet komunës. Duke mos e bërë dot të lishëm këtë falsifikim në komunë, atëherë zoti Yusuf shkon dhe vë vulën e kryeplakut të fshatit, zotit Rapo Muçi, dhe e çon në zyrën e regjistrimit pasurive të paluajtshme të Pelen, këtë plan rilevimi. Në këto veprime të kundralishme fillojnë veprimet në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme të Pelen, ku drejtori i zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme ka bërë shumë ndërhyrje në regjistrat e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme të Pelen. Komplet veprimet të pabazuara në ligj. Në procedurbalin që oficeri i policisë gjyqësore ka mbajtur për marrjen e të dhënave nga zoti Yusuf Haxha, pyetje se pse nuk e keni respektuar formularin numër 6, i përgjigjet: unë nuk e kam njohur formularin numër 6. Si ka mundësi që se ka njohur formularin numër 6 një nga hartuesit e formularit numër 6, siç është zoti Yusuf, sepse komisionet e ndarjes së tokës kanë marrë pjesë në bërjen e formularit numër 6. Pyetjes tjetër, se pse ju si kryetar i ndarjes së tokës keni pajisur veten tuaj me më shumë tokë nga që takoni, përgjigjet: se di si ka shkruar sekretari. Po, jam dakord, sekretari mund të bënte edhe gabime, mirë po vullën e komisionit e kishte kryetari. Si ka mundësi që i firmosi dhe i vulosi pikërisht AMTP-n e tij? E bëri sepse i interesonte. Duke parë të gjitha këto shkelje ligjesh të qëllimshme, unë them që kjo është një vepër e pastër penale dhe prokuroria nuk e ka bërë punën e saj. Po. Lidhur me ecurinë e mëtejshëm të gjykimit, prokuror keni ndonjë prova tjera. Keni ndonjë gjë për të thënë rreth çfarë? Jo. Po, lidhur me ecurinë e mëtejshëm të gjykimit?
Lidhur me ecurinë e gjykimit, unë dua që të merren parasysh të gjitha këto shkelja. Të kalojmë në administrim? Si për administrim. Në administrim të provave, të kalojmë apo jo? Kalojmë. Prokuror? Po, dakor. Vendim gjykata bazuar në enin 356-357 kodit procedurës penale, vendosi të kalojnë në marrjen e provave duke administruar dosjen penale me kallëzimin numër 765 protokolli datë 17/10/2013 organit të akuzës, bashkangjitur saj janë gjitha dokumentat e kësaj dosje. Dhe konkretisht, vendim për mos fillim procedim penal për kallëzimin numër 765 viti 2013, vendimi i datës 31/3/2014. Relacion për mënyrën e përfundimit të verifikimit të kallëzimit numër 765 viti 2013, datës 27/2/2014. Oficerit policisë gjyqësore Bujar Merdani. Shkresa me numër 36 fraksion 1 protokollit datë 21/2/2014, Komuna Qëndër Tepelen. Proces verbal për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, datë 30/1/2014. Proces verbal për marrjen e të dhënave nga personi që ka dijeni për veprën penale, datë 2/12/2013. Shkresa me numër 12/685 protokolli, datë 11/12/2013, Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Lënda, kërkojmë informacion prefekturës së qarkut Gjirokastër. Shkresa me numër 12/88 protokolli, datë 12/12/2013, Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, dërguar Komuna Qëndër Tepelen. Autorizim në Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për oficerin e policisë gjyqësore Bujar Merdani për të kryer veprimet, proces verbal për qyrjen dhe marrjen e dokumentave datë 11/12/2013. Libri ngastrave, zona kadastrale 1565. Akti marrjes tokës në pronësi, datë 28/11/1992. Shoqëruar kjo me kartelën e pasurisë së paluajtshme, me numër pasurie 79 fraksion 1. Shkresa me numër 1174 fraksion 2 protokolli datë 19/12/2013, Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, dërguar zyrës vendore të regjistrimit pasurive të paluajtshme Tepelen. Shkresa me numër 291 protokolli datë 4/12/2013, zyra vendore e regjistrimit pasurive të paluajtshme Tepelen, dërguar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Aplikim kërkesë për regjistrim dhe lëshim certifikate me datë 7/9/2006, plan në rilevimi me pronar Isuf Haxha. Aplikim kërkesë për regjistrim dhe lëshim certifikate me datë 7/9/2006. Akti marrjes tokës në pronësi datë 28/11/1992. Kartele pasurisë së paluajtshme për pasurin 79 fraksion 24. Shkresa me numër 1936 protokolli datë 19/12/2013, Komisioni Vendor i Vlerësimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, prefekti qarkut Gjirokastër. Kthim përgjigje Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër. Vendim me numër 78 datë 18/6/2010 i Komisionit Vendor i Vlerësimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore. Vendim i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër numër 1422 datë 4/11/2010, Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
një shkrese prefektes datë 19/5/2011, deklarat e Isuf Haxha datë 18/5/2011, përsëri është akti marrjes tokës pronësi datë 28/11/1992, vendimi gjykatës së rretit gjyqësor për urdhër ekzekutimi me numër vendimi 755, data e vendimit 1/11/2012. Përsëri është vendimi numër 1422, datë 4/11/2010, gjykatës së rretit gjyqësor Gjirokastër që e përmendëm më lart. Konkluzione përfundimtare përpara trupit gjykues të dhënë nga zyra vendore, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Gjirokastër, datë 4/11/2010. Shkresa me numër 65, protokolli datë 28/4/2010, Komuna Qendër Tepelen, kërkesë drejtuar prefektit Qarkut Gjirokastër, Komisionit të verifikimit titujve të pronësisë mbi tokën. Autorizim Komisioni Vendor i vlerësimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, datë 9/1/2011. Proces verbal i veprimeve përmbarimore gjatë ekzekutimit, datë 15/2/2013. Plano rilevimi për regjistrimin fillestar me pronar Isuf Haxha. Plan rilevimi për regjistrimin fillestar me pronar Isuf Haxha është e njëjta. Plan rilevimi përsëri me pronar Isuf Haxha. Urdhër regjistrimi e zyra përmbarimore Gjirokastër me numër 391, datë 13/2/2013. Urdhër regjistrimi me numër 391, datë 13/2/2013, lajmërim për ekzekutim vullnetar numër 391, datë 13/2/2013, vendim numër 255. Ky është një vendim i Këshillit të Ministrave që nuk ka pse të jetë në prova, është thjesht referuese, prandaj nuk po e përmendim si provë. Është vendimi numër 255, data 2/8/1991 për kriteret e ndarjes së tokës bujqësore. Po kështu kemi një udhëzim të Këshillit të Ministrave numër 1, datë 13/1/2010 për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi toka bujqësore të ish në BV dhe të zonës së zhvillimit me përparësi turizmin, dhe kjo nuk është pjesë e provave. Është vendim urdhër orientuese, po kështu dhe vendimi numër 2, datë 13/1, pra të njëjtën gjë. Nuk mund të përfshim në prova, pasi nuk janë prova, vendimet, urdhrat e Këshillit të Ministrave nuk janë prova, por ato janë thjesht bazë ligjore referuese për gjyqtar prokuror në vendimarrjet e tyre. Shkresa e prefektit Qarkut Gjirokastër, datë 7/6/2010. Shkresa me numër 184, protokolli datë 27/5/2010, lënda kthim përgjigje zyra vendore regjistrim pasurive të palujtshme, drejtuar prefekturës së Qarkut Gjirokastër, Komision të verifikimit titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, akti marrjes tokës pronësi datë 28/11/1992, për të cilën ne përmend, formulari 1, aktet e marrjes së tokës sipas pronarëve fshatit Dukaj, shkresa me numër 26/21, protokolli datë 14/10/2013. Kjo është lënda dërgoj materiale procedurale, është e drejtorisë policisë Qarkut Gjirokastër, informacion për referimin e veprës penale të prokurorit datë 14/10/2013. Proces verbal për kallëzimin e veprës penale, datë 14/10/2013, kthim përgjigje konfirmim, zyra e administrimit dhe ruajtjes së tokës me numër 21 fraksion 10, protokollit datë 20/10/2011,
bashkangjitur me një formular, kontrat me numër 1 për toka bujqësore për periudhën 15/3/2002 deri në 15/3/2003, mbajtur në datën 5/3/2002, Komuna Qendër dhe Bar. Si ka ky emri? Bardhosh, si ka ky? Barxhul Korda. Barxhul Korda, se nuk po e kuptoja shkrimin. Faleminderit. Proces verbal për sekuestrimin e sendeve, datë 14/10/2013, certifikat për vërtetim pronësie. Me datë lëshimi 1/3/2007, shoqëruar me hartën treguese të regjistrimit, kthim përgjigje, këtë e përmendëm më lart, përsëri dhe këtë hartën e përmendëm. Kthim përgjigje numër 33 protokolli datë 16/4/2003, zyra e regjistrim pasurive të palujshme Tepelen për komunën Qendër Tepelen. List printim. Kontraktohet Këshilli i Fshatit Dukaj, kontraktohet në datë 14/2009 për Këshillin e Fshatit. Kthim përgjigje, drejtuar komunës Qendër e Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, datë 21/11/2011, me numër protokolli 1500. Kontrat numër 5, datë 28/3/2007, Barxhul Korda, me kontraktus Barxhul Korda dhe Komuna Qendër Tepelen. Përsëri është shkresa me numër 1500 protokolli datë 21/11/2011, të cilën e përmendëm. Shkresa me numër 288 protokolli datë 25/11/2013, zyra vendore e regjistrimit pasurive të palujshme Tepelen, drejtuar Adriatik Kordhës. Listë printimi, certifikat e pronësisë, të cilën e përmendëm, hartën treguese të regjistrimit që e përmendëm, raport i ngjarjes policisë dhe informacionit, informacion në lidhje me ngjarjen, vendimi i gjykatës numër 1422 datë 4/11/2010, të cilën ne e përmendëm. Këto janë materialet e fashikurit të prokurorisë. Gjatë gjykimit, nga pala kërkuese, ankuese, është vënë dispozicion vendimi datës 31/3/2014 në organit të prokurorisë. Kontraktohet është kjo e Këshillit të Fshatit, të cilën e përmendëm. Proces verbal për kallëzimin e veprës penale, të cilën e përmendëm. Relacion për vektit qarkut, datë 24/12/2013, me numër 210 protokolli, dërguar nga kryetari i Komunës Qendër. Shkresa me numër 761 fraksion 4 protokolli datë 23/4/2014, zyra qendrore regjistrim pasurive të palujshme, drejtuar zyrës vendore të regjistrim pasurive të palujshme Tepelen për dieni Adriatik Korda Tepelen. Shkresa me numër 761 fraksion 1 protokolli datë 4/2/2014, zyra qendrore regjistrimi pasurive të palujshme Tepelen. Kërkesë për informacion zyrës vendore të regjistrimit pasurive të palujshme Tepelen për dieni Adriatik Korda. Shkresa me numër 761 fraksion 6 protokolli datë 15/5/2014, në vijim të ankesës 761 fraksion 3 datë 26/2/2014, zoti Adriatik Korda për dieni drejtuar zyrës vendore të regjistrimit pasurive të palujshme Tepelen për dieni Adriatik Korda. Shkresa me numër 385 fraksion 1 protokolli datë 27/1/2014 mbi ankesën e zotit Adriatik Korda, e Komisionit Qeveritar i Tokës, sekretari i teknik.
akti marrjes tokës në pronësi, të cilën neve e kemi përmendur. Shkresa me numër 121 protokolli datë 5/5/2014 zyra qendrore regjistrim pasurive të paluajtshme. Zyra vendore regjistrim pasurive të paluajtshme të Pelen kthim përgjigje zyrës qendrore të regjistrim pasurive të paluajtshme Tiranë për dieni Adriatik Korda, aplikim për kërkesë për regjistrim dhe lëshim certifikate datë 7/9/2006 të cilën e përmendëm, plan në rilevimi, bashkangjitur saj, akti marrjes tokës pronësi të cilën ne përsëri e kemi përmendur, shkresa me numër 761 fraksion 4 protokolli datë 23/4/2014 në vim të ankesave numër 76 datë 8/17 i pari 2014, një fraksion 3 datë 26/2/2014, zyrës vendore për dieni Adriatik Korda, aplikim për kërkesë dhe regjistrim e përmendëm, shkresa me numër 761 fraksion 4 e përmendëm, certifikat familjare nga regjistri themeltar fshatit Dukaj me numër 15 fraksion 32 të vitit 1974, libri pasurive faqe libri të pasurive të paluajtshme sipas pronarëve, 2 flet, ditari i bankës. Këto janë provat të cilat janë paraqitur gjatë gjykimit nga palët në proces. Përveç këtyre provave, keni prova tjera? Jo, s'kem. Ankuesi? Jo. Prokurori? Jo. Lidhur me ecurinë e mtejshëm të gjykimit? Ankuesi? Ankuesi? Kam që të them, provat që kisha këtu, që kisha për të thënë i thash, pres nga ju si gjyqtare që kaloj për vepër penale si duhet jetë. Kjo është një vepër e pasur penale. Si mund të regjistrohet në 2007 kur ka dhe 2 dylim tokë tjetër të tepër se 18 dylimi takonin. Në 2007 kishte 20, i bëri 28. Ti japim fundetimi gjyqësor? Kemi gjyqësor, atë e dini ju zënja gjyqtare, unë kërkoj që Keni prova të tjera për të vazhduar, për të proceduar gjykata? provat tjera nuk kam, Nuk keni. provat ato janë. Prokuror, juve keni Jo, prova s'kemi tjera? prova Jo. tjera. Vendim, gjykata bazuar në nenin 378 kodi procedurës penale, fton palët në diskutimin përfundimtar. Përfundimisht kërkuesi, çfarë kërkoni nga gjykata? Nga gjykata kërkoj që të kthehet në vepër penale, jo në mosfillim. Kjo është vepër penale. Gjithë dokumentacioni është i tillë. Dua mënyrën e regjistrimit. Mënyra e regjistrimit, si u regjistrua kjo pronë. Ato që ka prur prokuroria me të komisioni vendor të prefekturës se çfarë janë ato janë totalisht shpërdorim detyre, shpërdorim detyre se mi ka thënë në tëra zyrat që kanë vajtur në Tiranë. Shpërdorim detyre janë të gjitha. Dhe unë nuk po gjej dot në ato zyra më, domethënë një fjalë të drejtë sipas ligjeve të shtetit, jo të më mbështesin mua, të mbështesin ligjet. Prandaj dua që të gjendet mënyra e regjistrimit. Mënyra e regjistrimit është komplet e kundërligjshme. Në 2007 nuk ka përfituar njëri tokë, ka përfituar 91-shin. Regjistrimin ai ka bërë në vitin 2007. Në 2007 i bëri 28 dylym, shtoi sasin pa kriter. Dhe në atë moment u kam qenë kontraktu si rregull. Në 2007 deri në 2010 që vajta për ta blerë për 99 vjet. Atëre doli problemi. Ai s'kishte ardhur ndonjëherë në komunë, ti ishte drejtuar komunës që un kam këtë pronë. Komuna kishte dokumentacionin që kishte shtet, që ma lidhte kontratën mua. Ato i bëri vetëm në zyrë të regjistrimit, kam një shkresë, nuk e di ta kam dhënë apo jo, të kryetarit komunës që thotë, na komuna nuk ka asnjë lloj dokumentacioni që t'i jetë dhënë zotit Isufaxha për regjistrim të kësaj pasurie, sepse është pronë e komunës, pronë shtetërore. I ka bërë komplet me drejtorin e zyrës regjistrimit të asaj kohe.
zyra e regjistrimit pa dokumentacionin përkatës, sipas ligjeve nuk mund të bëj regjistrim. Kështu që kërkoj fillimin e hetimeve për mënyrën e regjistrimit. Po, keni më? Nëse ai do ta kishte këtë parcel, unë në vitin 2000 nuk do ngelëshja me një syt ajo parcel duke pastruar gur. Do isha i lumtur ta kish pasur. Se do isha normal sot. Do isha i lumtur ta kish pasur ai. Po aman, ta marr 2007-ën, një kohë që kam lënë një sy atje me duke pastruar gurët, e të vit ta marr ai që na Tirana, unë nuk e pranoj dot për veten time. Edhe sikur të lëdhe tjetrin unë atë parcel do ta mbajë në gjyqtare, prandaj bëj gjykim të drejtë. Kaq kisha për të thënë. Prokuror? Trosohet kërkesa dhe të lihet fuqi vendimi mos fillimit nga ne. Atëherë vendim. Gjykata për shkak të çështjes voluminoze dhe për shkak dhe të ngarkesës së saj, duke qenë se vazhdon të jetë në procese të tjera gjyqësore dhe sistemi audio na kufizon në kohë, çmon të arsyeshme që të shpallim vendimin e arsyetuar në një datë tjetër. Seanca do të shtyhet për në datën 30 ora 11 për të shpallur vendimi i arsyetuar. Prokurori Moridjeni, ankuesi Moridjeni. Seanca mbyllet. Teleseanca gjyqësore për shpalljen e vendimit për kërkesën penale të shqyrtuar nga gjykata mbi ankimin e ankuesit Adriatik Korda për kundërshtimin e vendimit të mosfillimit procedimit penal të prokurorisë së Retit Gjyqësor Gjirokastër. Nuk është paraqitur prokurori, është paraqitur ankuesi, për sa më sipër gjykata çallet në këmbë për të bërë shpalljen e vendimit. Gjykata bazuar në nenin 291 të kodit procedurës penale, pasi analizoi provat e paraqitura nga prokuroria, si dhe nga pala ankuese në gjykim, pasi dëgjoi pretendimet e palëve, çmon të arsyeshme se mbas të nenin 291 të kodit procedurës penale, gjykata vendosi pranimin e ankimit të ankuesit Adriatik Korda, prishjen e vendimit të prokurorisë së Retit Gjyqësor Gjirokastër për mosfillim procedimi penal datë 31/3/2014 duke urdhëruar vazhdimin e hetimeve, shpenzimet gjyqësore siç janë kryer, kundër vendimit lejohet ankim në gjykatën e apelit Gjirokastër brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes. U shpall në Gjirokastër më 30/10/2014. Seanca mbyllet. Është